duhet i kuptojmë që janë disa procese të cilat edhe menaxhohen teknikisht dhe në këtë plan mund të qëndrojmë në mënyrë posaçme për Durrësin. Në ç'kuptim? Jo për Kënetën. Këneta ka probleme më serioze, të cilat janë shumë radikale në mënyrën se të ndërim. Tani për Durrësin. Durrësi ka një problem serioz sepse kapacitetet transportute të sistemit të shkarkimit, qoftë të urave të zeza, qoftë të urave të bardha, ka kohë që nuk plotëson më kushte teknike për të përballuar ngarkesën që ka Durrësi edhe në kushte normale, jo më në shi. Jo vetëm kaq, por në Durrës kemi një problem shumë serioz të dytë, që ujërat e zeza janë përzierë me ujërat e bardha. Çka do të thotë që Durrësi sot duhet të vënë në qendër të vëmendjes së qeverisë shqiptare për realizuar një projekt radikal të sistemit të shkarkimit të ujërave të bardha dhe të zeza. Kjo është vërtet fakt kur vjen puna te Këneta. Po Kol? Jo, ideja keni drejt fakt se fakti që aty janë hapur të dy hidrovoret. Njëri është detyruar të hapet hidrovori i vjetër, ai Hamale, ndërkohë që ai i Porto Romano si duket pavarësisht investimit nuk e ka mundur ta përballojë kapacitetin, tregon që sigurisht Durrësi ka një problem serioz. Por çfarë mendon ti, me që kemi edhe prefektin edhe përfaqësuesin e ARSH-s, çfarë mendoni që duhet bërë që temi nuk po them ti parandalojmë, pasi themi situatat janë e përmendi prefekti këtu ka rënë në zonat Korçës, 1/10 e ujit që ka rënë në gjithë dekadën e fundit ka rënë brenda një dite. Por ideja është çfarë mund bëhet diçka më shumë, sepse këtu kam përshtypjen Beni që ne po përballemi me atë faturën e tranzicionit të gjatë shqiptar, ku themi u ndërtuan shtëpi para se ndërtoheshin në rrugë, u ndërtuan banesa para se ndërtoheshin kanalet e urave të bardha, u ndërtuan shtëpi pa derdhjen e urave të zeza, janë ndërtuar lagje apo qytete tëra në zona ku nuk duhej të ndërtuar, por përmend siç përmend edhe rastin e zonës së Kënetës në Durrës, por për të mos folur pastaj faktin edhe apo jo gëzim ti përmend edhe faktin që shumë ndërtesa, shumë banesa janë ndërtuar në toka bujqësore, apo jo ku normalisht kjo gjë nuk duhet ndodhte. Sigurisht është një problematik që në rast të tilla e cekim dhe bëhet evidente, por në fakt ajo është një rregull elementar i situatave urbane ku ndërtimet nuk mund të ndërtohen në tokë fush ose në tokat bujqësore. Por siç është tradita jonë e hershme rreth kodrave për të shpëtuar gjithë këtyre situatave. Atëherë duhet t'i ndaj në tre kategori pyetjen tuaj. Kategoria e cila ka të bëjë me shkeljen absolute dhe atë shkelje urbane historike 30 vjeçare në Shqipëri, kemi komplet Kënetën. Dhe kjo është një plagë aq e rëndë sa unë nuk e di kush mund ta marrë përsipër ta zgjidh. Dhe unë e shoh gati të pamundur zgjidhjen e Shteti duhet ta marrë përsipër Ben. Shteti e ka krijuar këtë situatë. Nuk e di sa mund ta marrë shteti. Unë do të jemi ndershëm edhe me qytetarin, nuk e di sa mund ta marrë shteti një gjë tillë. Nuk i referohem shtetit një qeveri, referohem shtetit 35 vjet.